Amortizimi I rrjetit ujësjellësit dhe kanalizimeve në fshatin Çlirim të Bashkisë Fier shqetëson seriozisht banorët. Çarja e tubacioneve të ujit të pishëm dhe dëmtimi I kanalizimeve të ujrave të zeza kanë bërë që uji I pishëm të ndotet ndërsa ujrat e ndotura të dalin në sipërfaqe, duke krijuar rrezik për shëndetin dhe ndotje të mjedisit. Situatën alarmante e kanë denoncuar banorët për televizionin Apollon. Sipas tyre prej kohësh, ujrat e zeza dalin nga pusetat e dëmtuara, përmbyllin rrugët e fshatit dhe derdhen në kanalet e hapura të ujrave të bardha pranë banesave. Era e rëndë dhe prania e vazhdueshme e ujrave të ndotura po ua vështirësojnë jetën e përditshme dhe kanë rritur frikën për përhapjen e infeksioneve. Banorët shprehen se problemi vazhdon për një kohë të gjatë dhe pavarësisht ankesave të përsëritura, ende nuk është ndërhyrë për rehabilitimin e rrjetit të amortizuar. Ata kërkojnë nga Bashkia Fier dhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve të marrin masa urgjente për riparimin e tubacioneve dhe kanalizimeve në mënyrë që të eliminohet rreziku për shëndetin dhe të rikthehen kushtet normale të jetesës në fshat. Ujrat e zeza në Fier na rrezikojnë shëndetin. Keni kërkuar ju në bashki për të ndërhyrë? Po, kemi kërkuar, po s'ka ardhur njeri. Nuk ka njeri kokën, kush do vi. Premtuar se do t'i rregullojnë? Jo, s'kam premtuar. Se kur do vinë, as kanë ndërmend të vinë gjanë. Kësa lagjes këtu, jemi 8 shtëpi. Miru pash. Miru po. E kemi problem shumë vetëm me ujrat e zeza. Pusetat që kemi hapur vetë me punë private, me të paguaj lekë dhe me të bërë, po kanë 35 vjetë janë bërë. Në këtë linjë që është këtu, rreth as 50 metro, llogaritë kanë vajtu 2-3 herë kanë vajtu, jam ankuar, as një përgjigje, as një gjë. Na mbytën mushkonjat, na mbytën pocaqëllëqet, bien shirat, me nder fekalet dalin për jashta. Hajde të tregoj dhe një pjesë të ujit që është çart tubo ujit dhe tër ujit, tër fekalet vin brenda, I fitim ne me unë të bërë. Ne taksat I paguajmë, pastrimin e paguajmë, dritat I paguajmë. Urdhë shikoj, I kam hapur me kratë e misë, janë të bllokuara komplet të thyera tubo. Janë të gjitha 1, 2, 3, 4, 5, I kemi hapur edhe këtu komplet. Tu është çart tubo e ujit. Shikoj që është ujë këtu. Ujë pishëm që vjen që pi populli. Nga mosëmure njerëzit, nga malaria, nga pocaqëllëku që është këtu. Shikoj që është bërë këtu. Këtu është çart tubo e ujit, këtu kalon kanali ujrave të zeza. Që bëhet këtu, urdhë, asnjë nuk e çan kokën. Se ky shtet është këtu. Edhe kur vetë ankohesh, kthejnë as përgjigje, as gjë nuk thënë fare. Bëj se kush dëgjojnë. Këtu nuk vinë për arsye sepse këtu gjithë ferma është krau I gjatë. Këtu është anë politike. Edhe tëndet që vinë këtu, që marrin vidhen të tëra fondet. Nuk ka këtu kanë ardhur 2-3 fonde kanë ardhur, të 3 fondet janë vjedhur. Asnjë gjë nuk është bërë këtu. Pse? Sepse janë demokrat, janë që japin votën Partisë Demokratike. Me demokratët kemi. Ju mendoni akmarrje politike? Për marrje politike bëj të gjithë të këtu. Prandaj ka ngelur kështu kjo në gjendje. Hajde këtu. Hajde ta hapun, ta shikoj kështu edhe. Shikoj. Gjuna nga Zoti. I bën edhe këto. Urdhë. Shikoj. Shikoj. Urdhë, merre këtu. Shikoj që është bllokuar. Shikoj. Të fshatit Çlirim shpresojnë që zëri I tyre të dëgjohet dhe institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për rehabilitimin e rrjetit të amortizuar të ujësjellësit dhe kanalizimeve. Ata theksojnë se ka ikur koha e premtimeve dhe kërkohet zgjidhje konkrete, pasi çdo ditë që kalon rrit rrezikun për shëndetin e familjeve të tyre dhe përkeqëson kushtet e jetesës në komunitet.